Këshilli i Komunës së Gostivarit në mbledhjen e sotme unanimisht ka miratuar dokumentin kryesor mbi të cilin funksionon komuna, buxhetin për vitin 2026. Ky buxhet konsiderohet si më i madhi në historinë e qytetit, me një vlerë totale prej 35 milion euro, apo rreth 5 milion euro më shumë në krahasim me vitin paraprak. Miratimi të kësaj pike të rendit të ditës i parapriu një sqarimi detajuar nga përfaqësuesi i sektorit për financa dhe buxhet të Komunës së Gostivarit, Jeton Osmani. Ai theksoi se pjesa më e madhe e shpenzimeve për vitin 2026 do të destinohen për projekte kapitale, të cilat zënë edhe vlerën më të lartë në strukturën buxhetore me 651 milione 547 mijë denar. Viti 2026 kena propozuar një buxhet rekord prej 35 milion euro apo në denar prej 2 miliard 165 milion 906.071 denar, krahasuar me vitin 2025, pra kena një rritje prej afërsisht 5 milion euro, apo buxheti paraprak gjithsej ka qenë 1 miliard 881 milion 952.000 denar. Buxhetet pra i ndajmë në disa pjesë. Buxhet ky është buxheti i konsoliduar, pra buxheti vetanak i komunës përbën gjithsej të hira prej 954 milion 898.273 denar. Buxheti i vetë financimit, këtu bëjmë pjesë vetë financimi i shkollave fillore, të mesme dhe qerdheve. Ka një planifikim të hirash prej 37 milion 794.000 denar. Buxheti i dotacioneve është buxheti i transfereve të Ministrisë Arsimit, Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale dhe Ministrisë së Mbrojtjes për shkollat fillore të mesme, qerdhet edhe njësinë territoriale kundër zjarrit. Pra gjithsej ky blok dotacion për kap shumën prej 1 miliard 142 milion 281.710 denar. Buxheti i donacioneve apo granteve kap shumën prej 30 milion denar, 31 milion denar. Kredite nuk kena parapa për vitin 2026. Shpenzimet kapitale kapin vlerën më të madhe këtë vit, pra 651 milion e 547.000 denar. Me këtë buxhet, Komuna e Gostivarit hap një kapitull të ri zhvillimi, duke vënë theks të veçantë tek investimet kapitale, që pritet të ndikojnë drejt për së drejti në përmirësimin e infrastrukturës, shërbimeve publike dhe cilësisë së jetës së qytetarëve.